Në çfarë pozicioni qëndrimi duhet të matet tensioni? Vlerat e tensionit mund të ndryshojnë në pozicione të ndryshme. Kjo, pasi pozicioni i qëndrimit ndikon mbi rrjedhjen e gjakut dhe funksionimin e zemrës. Pozicionet e ndryshme që mund të përdoren për të matur tensionin janë: ndenjur, që nënkupton ulur në një karrige me shpinën mbështetur dhe këmbët e përshuara në dysheme. Në këmbë, që nënkupton qëndrimin drejt në këmbë. Shtrirë, që nënkupton i shtrirë në një shtrat apo divan. Matja në pozicionin ndenjur është matja e zakonshme dhe nënkuptohet gjithmonë kur mjeku nuk ju këshillon ose kërkon ndryshe. Ky pozicion matjeje tregon vlerën e tensionit në kushtet e pushimit normal. Matja në pozicionin në këmbë këshillohet apo kërkohet nga mjeku për të hetuar të ashtu quajturin hipotension ortostatik apo hipotension postural. Quhet kështu gjendja kur tensioni ulet apo bie menjëherë dhe në mënyrë të papritur kur njeriu ndryshon pozicionin e qëndrimit, nga ndenjur ose i shtrirë ngrihet në këmbë. Ky fenomen është i takueshëm më së shumti tek të moshuarit, tek diabetikët dhe tek pacientët që marrin barna si diuretikët apo thjesht shkarkusit, kalci bllokusit e tjerë. Dy grupe barnash shumë të përdorshme për mjekimin e tensionit të rritur. Edhe tek disa pacientë që marrin qetësues të fortë që përdoren në disa çrregullime psikiatrike, të cilat e kanë efekt anësor shkaktimin e këtij lloji hipotensioni. Me këtë mënyrë matje të tensionit të gjakut, mjeku synon që të kuptojë shkakun e shqetësimeve të pacientit, kur ai ankohet për humbje ekuilibri, ndjenjë të fikti apo marrje menç. A janë këto shqetësime nga ky lloj hipotensioni apo kanë një shkak tjetër? Matja e tensionit në pozicionin shtrirë ose quhet ndryshe supine kërkohet nga mjeku për të ditur vlerën e tensionit tuaj kur jeni në kushte të quajtura të pushimit të plot. Kjo metodë matjeje mund të jetë edhe imponuar. Për shembull, tek personat e sëmurë rënd që nuk mund të ngrihen në pozicionin ndenjur. Zakonisht, ky pozicion matje kërkohet nga mjeku për të përcaktuar ose për të diferencuar një disfunksion të caktuar të sistemit nervor, apo disa sëmundje kronike të veshkave. Faleminderit.